së fundmi. Egli nëpërmjet disa postimeve në Instagramin e saj ka lënë të nënkuptohet se po realizon një projekt muzikor. E gjithçka u zbulua për Eglit pas ajo postoi një pjesë të këngës së ardhshme e cila titullohet Jetë, që pritet të lançohet në 26 maj. Nuk ta fal që më le, dëgjohet në këngën e publikuar prej saj. Të rrjedhoj, në rrjet janë ngritur aludime që kjo këngë është një thumbë për gjestin, pasi u përfol shumë që dyshja të kenë postuar një krizë në marrëdhënien e tyre. Madje ditën e sotme vjen re edhe veprimi i papritur i Eglit. Kjo e fundit shiu nga profili i saj videon virale me gjestin. Pas daljes nga shtëpia e Big Brother VIP, dyshja nuk janë parë më së bashku, përveç dy rasteve, në partin pas përfundimit të Big Brother VIP Albania 4, si dhe në episodin dhe post Big Brother VIP ku deklaruan se janë bashkë. Për informacionet të minutës së fundit, bëni subscribe kanali Zona VIP.